Banorët e lagjës me numër 18 në Durrës po përballen me vështirësi të mëdha si pasojë e gjendjes së rënduar të infrastrukturës. Disa prej rrugëve kryesore janë të dëmtuara rënd, duke shkaktuar vështirësi në lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Gjatë muajve të fundit kjo situatë është përkeqësuar, duke u bërë një shqetësim i madh për të gjithë ata që jetojnë dhe punojnë në këtë zonë. Rrugët brenda lagjeve janë të dëmtuara dhe të mbushura me gropa dhe të pasfaltuara në disa pjesë, duke krijuar kushte të rrezikshme për qarkullimin e automjeteve dhe ka shtuar mundësinë për aksidente. Ashtu, rreshjet e shiut e kanë përkeqësuar situatën disa herë duke e përmbytur këtë zonë dhe lënë nga pas këto pamje. Banorët e lagjës 18 kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të bashkisë dhe institucioneve përgjegjëse për të riparuar dhe përmirësuar infrastrukturën rrugore. Ata propozojnë që të vihen në vijë rrugët kryesore aty ku lëvizja e kalimtarëve dhe e automjeteve është dhe më e madhe. Në këtë mënyrë, qytetarët e lagjës 18 presin përmirësim të dukshëm të kushteve të lëvizjes dhe sigurisë në rrugë.